si zhvillim. Në kohën ku koste e jetesës në Kosovë është bo shumë e shtrajt, ku çmimet janë rritë shumë, ku kredit janë rritë shumë, e bankat janë të fitu 2 fesh ma shumë, atëherë unë jam absolutisht kundër këtij zhvillimi, sepse ky nuk është zhvillim për qytetarin e Kosovës, as për biznesin badje, po është veç për bankën. Dhe e dini cilat janë 5 kompanit kryesore me të hyra në Kosovë? Po kemi pa listën. Është energjia, është marketet, është IT-t. Jo, s'është IT-t fare. Banka është e 5-ta, dhe është përveç marketeve, ishte energjia, miki dhe e treta, edhe nafta. Nafta, po. Pra, kompanit që kanë rritur fitimet në mënyrë drastike, nuk po bëhet fjalë për ndaj kompani prodhuese. Nuk po bëhet fjalë për ndaj kompani që e ka një kreativitet që ofron një shërbim që se fiton dikush sikur janë produktet e IT-s ose shërbimet e IT-s, më mirë me thonë, për me qenë korrekt. Këtu kanë përfituar do kompani. Edhe a di cila është ironia? Vjen një subjekt me pretendimin i majt, dhe sikur kameramani juaj këtu, sikur punëtorin furr, sikur furra Hasit azëm, ose Europa, ose cilat dush, sikur shqitorja në fshatin tim, paguajnë 10% të ardhra, sikur këtu bankat, sikur kompanitë e naftës, sikur taksa shështë, po. Jo më është e papranueshme kjo. Se këta janë të i fitu milionat. Bankat po fitojnë milionat, nuk jem të i thëmë bankës me shkatru bankën, as me anal fitimet. Jem të thonë, si është e mundshme me shumë fishu fitimet në kohën ku xhepi, ose kuleta, ose shporta konsumatorit është varfru. E tash, ne kemi najtë bisnik këtë çështje, unë mendoj që këtu janë të rëndësishme. Sa po ma listove që si bizneset janë të fitu, edhe janë realisht të i rrit fitimet. Unë thash bizneset e mëdhaja, edhe ta kallëzova strukturën e cilat. Në të njëjtën kohë më herët the që... Unë s'jam kundër bizneseve prodhuese, s'jam kundër as në të njëjtën kohë the që opozita ka shit shpirtin te kapitali. Të cili kapital? Kapitali i madh, thash. Kapitali i madh në çdo bizneset e mëdha që janë të fitu më shumë, apo? Edhe? Po i bie që këto i kanë punë të mirë, nuk është janë të bashkëpunuar me opozitën, siç po e pretendove pak më herët. Këtu problemi është që ka një bashkëpunim dy fesht. Vetvendosja si ka ngucë fare këtu. I ka shoh, i ka stigmatizu, për cilën ne jemi kundër. Unë nuk besoj që duhet mu luftu bizneset, nuk besoj që duhet mu stigmatizu je me Serbi, një kështu, je i shitur, një i blem, një kundër me fare. Kjo s'është çështje